Ultranacionalisti grek Nicolas Gage, i cili ishte i pranishëm në shenjtërimin e katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë para pak ditësh, zyrtarisht nuk rezulton të ketyr në Shqipëri në vitin 2014. News 24 ka siguruar të dhënat e sistemit Teams që verifikojnë hyrje-daljet e shtetasve në Shqipëri. Sipas këtyre të dhënave, rezulton se me emrin Nicolas Gage, ky shtetas ka hyrë për herë të fundit në Shqipëri në janar të vitit 2005. Sipas të dhënave të Teams, shtetasi amerikan Nicolas Gage është regjistruar në sistem në datën 19 janar 2005 ora 17:22 dhe ka dalë nga vendi të nesërmen në 20 janar në orën 13:44, duke qëndruar në Shqipëri më pak se 24 orë. Nicolas Gage njihet botërisht me këtë emër. Pas këtij publikimi në News 24 ka reaguar Ministria e Brendshme, e cila përgënjeshtron faktin e mësipërm. Sipas njoftimit zyrtar të ministrisë, Nicolas Gage me nënshtetësi amerikane ka hyrë në Shqipëri në datën 31 maj nga Greqia dhe është larguar në datën 2 qershor 2014, duke ju nënshtruar rregullave standarde të kontrollit të përfshirë edhe regjistrimin në sistemin Teams. Pas verifikimeve më tollësishme që ne bëm sërish në sistem, rezultoi se në datën 31 maj në Shqipëri ka hyrë një person me emrin Nicolas Gagen dhe jo Nicolas Gage, siç pretendon ministria. Nëse pranojmë që Gage ka ndryshuar emrin në pasaport duke shtuar 2 shkronja, një në emër dhe një në mbiemër, del pyetja se pse ky ndryshim nuk reflektohet në sistemin Teams në kategorinë e përcaktuar për këto ndryshime ku shkruhet informacion mbi identitetet e mëparshme. Sipas kësaj logjike, i njëjti person rezulton i regjistruar në hyrje dhe dalje me 2 emra të ndryshëm, fakt për të cilin Ministria e Brendshme nuk ka dhënë asnjë shpjegim në njoftimin për shtyp.